afërsia që godina e ligjvënësve ka me xhamin e Namazjas, aty për shkak të muajit të shenjtë të Ramazanit falen besimtar, kështu që do të mbetet për të parë nëse do të ketë një vendimarrje të demokratëve për të zhvendosur tek parlamenti, pasi zhvendosja e tyre mund të përkthehet në hedhje të gazit lotësiellës nga ana e policisë dhe kreu i Partisë Demokratike, siç burime më kanë konfirmuar, kërkon që të shmang po themi përfshirjen edhe të besimtarëve në një ngjarje që atyre nuk i përket. Pra ata shkojnë në xhami për të falur dhe përballen me gazin lotësiellës. Po. Daniela, të uroj sa më punë të mbarë të qetë sot me protestën, po mendon që mund të jetë në këtë rast një test prove që opozita ta transferoj protestën tek Ministria e Ballukut për post pezullimit, sepse nuk e ka bërë një gjë të tillë për gjatë gjithë këtyre protestave dhe duke e marrë atë si objektivin kryesor për korrupsionin e zonjës Balluku, a mund të jetë ky rasti për të shkuar, ndërkohë Berishën sapo ka dalë Marcelia? Po. Në fakt Marcela, teksa ndjekim edhe daljen e zotit Berisha nga selia e Partisë Demokratike për t'u drejtuar edhe godinës së parlamentit, ka patur një skenar për të bërë protesta tek Ministria e zonjës Balluku disa muaj më parë. Por vetë zoti Berisha nuk e ka përkrahur këtë ide, ashtu sikurse është artikuluar edhe ai vetë publikisht, pikërisht për shkak se sipas tij betejë kryesore është me Edi Ramën dhe jo ministra që urdhëron apo emëron ky i fundit. Ndaj në këtë këndvështrim, zhvendosja e protestës përpara Ministrisë së Infrastrukturës do ta zhbonte këtë deklaratë të zotit Berisha, plus që jemi në kushtet kur gjykata kushtetuese ka folur dhe tashmë është në fushi vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin e zonjës Balluku. Ndaj në këndvështrimin tim do të ishte no sense kjo lëvizje e demokratëve, por megjithatë do të mbetet për të parë nga nuk di mende Daniela se çfarë ndodh me imunitetin e Ballukut. Kjo është çështja. Po, shëndron edhe kjo, por në kushtet kur zoti Berisha nuk e ka patur këtë lëvizje kur zonja Balluku ishte zëvendës kryeministre, shkuarja drejt godinës së Ministrisë së Infrastrukturës do të bënte që të rrëzoheshin vetë deklaratat e zotit Berisha. Ndaj në këtë kuptim do të ishte no sense kjo lëvizje e demokratëve. Do duhet të shohim nëse ka skenar të tjerë, pra në rast se në vend të zhvendosjes përpara parlamentit do të përdorin taktika të tjera, si për shembull për të shkuar përpara godinës së Partisë Socialiste. Kjo do të ishte më e mundshme në kushtet kur demokratët deklarojnë se betejën kryesore e kanë me Edi Ramën dhe po tek drejtoria e policisë Daniela do të ishte një skenar, duke qenë se Ilir Proda ka qenë ndër më të akuzuarit në ditët e fundit? Pra një lloj revolte ndaj drejtorisë policisë? Deri në këto momente i kemi parë më herët që kanë shkuar. Sipas bisedave që kam patur me eksponent Partisë Demokratike, ma kanë përjashtuar si një skenar të mundshëm. Megjithatë kjo nuk do të thotë që mund të mos ndodh, mbase do të shohim se si do të vijojë protesta e Partisë Demokratike, pasi zakonisht vendimarrje të tilla merren edhe në moment, pra aty për aty, për të patur një lloj forme edhe dinamik të protestës. Megjithatë të gjitha do të zbulohen pasi të përfundojë edhe fjalën Berisha, pasi sikurse kemi parë edhe më herët me orientimin e tij, edhe protestuesit vijojnë veprimet apo mos veprimet caktuara gjatë protestës. Po, teksa kryedemokrati vijon t'i bashkohet demokratëve të tjerë protestuesve në bulevard, ne do të rikthejmë ndoshta në këtë çast edhe një herë pamjet me dron për të kuptuar edhe prezencën e protestuesve gjatë protestës së sotme, edhe protestë e thirrur nga ana e Partisë Demokratike, ndërsa këto janë pamjet drejt për drejta që sigurohen pikërisht në këtë çast nëpërmjet pamjes që droni ofron, nëpërmjet ndihmës që kolegët tanë operatorët tanë ofrojnë në Report TV që tregon prezencën e demokratëve dhe protestuesve në shesh. Ky është momenti teksa kryedemokrati Berisha vijon ecjen pra itinerarin e tij të zakonshëm nga dalja e selisë së Partisë Demokratike
për të drejtuar drejt bulevardit, atje në fakt ku qëndron në pjesa tjetër e protestuesve dhe podiumi për të përcjellë mesazhet. Kolegja Danila Maloku theksoi edhe emrat konkret që pritet që të përcjellin mesazhe politike gjatë ditës së sotme, ndërsa i fundit do të jetë Kryedemokrati Sali Berisha. Ne e shohim në këtë çast gjithçka po ndodh nga terreni në të katra këndet e mundshme të organizimit të protestës që kryesisht janë stacionuar përpara godinës së kryeministrisë, por në krau tjetër kemi edhe pasqyrimin që bëhet nga ana e operatorëve tanë të masave të sigurisë të marrë nga efektivet e policisë për të qenë në gatishmëri në çdo lloj situate që mund të tjetërsohet ndoshta në përfundim të mesazheve politike që do të përcillen nga parafolësit e përcaktuar nga ana e Partisë Demokratike, por edhe nga vetë Kryedemokrati Sali Berisha. Berisha është në këtë çast teksa po mborin pranë podiumit atje ku do përcillen edhe mesazhe. Jemi pamje të drejt për drejta nga bulevardi, ndërsa droni ofron një panoramë të qartë të protestuesve dhe prezencës të tyre në bulevard. Në fakt, Marcela, çka pasqyrohet duket disi më e vakët, po e quajmë kështu në terma popullor, pjesëmarrjen e protestuesve, më disi e shpërndar, por megjithatë, ndoshta pavarësisht se protesta është rezultatisht në orën 18, mbetet për të parë se si do të jetë reagimi i atyre qytetarëve që janë atje, qoftë kjo në një masë të lartë apo të vogël për vimin e aksionit.